Në ndajnë vetëm pak ditë nga Eurosong dhe do doja të ndaja disa mendime në lidhje me këngën Zjerm dhe Shkodra elektronike. Së pari, jam tepër e inkurajuar nga mënyra se si Beatrice dhe Lek na kanë përfaqësuar në arenën ndërkombëtare. Me atë thjeshtësinë, modestinë dhe ëmbëlsinë e saj, Beatrice ka fituar shumë zemra, gjithashtu edhe Leka, ndryshe nga vitet e tjera ku ndonjëherë këngëtarët tanë kanë shkuar disi me një shpatë të madhe ose me një lloj shprehje të inferioritetit, do thosha unë, që duket në një zhurmë më të madhe, duke u përpjekur të tërheqësh vëmendjet e vetja jote, por ambiente të tilla të kombeve të ndryshme, nëse ne shkojmë në këtë mënyrë pra me mendjen e madhe, në vend që të ndërtojmë mura edhe të fitojmë simpatinë dhe mbështetjen, bëjmë të kundërtën, sepse çdo komb ka kulturën e vet, ka gjërat e mira të veta, dhe ashtu si ne shqiptarët nuk e durojmë dot kur na vjen dikush për të na shitur mend, të na hiqet sikur është më i mirë se ne, po ashtu edhe popujt evropian nuk e durojnë këtë lloj arrogancë, kështu që në këtë aspekt Beatrice dhe Lek na kanë përfaqësuar në mënyrë fantastike, më kanë pëlqyer tepër shumë, sidomos Beatrice, me ato zemrën e saj modeste, duke qenë shumë e thjeshtë, shumë e dashur, shumë e afrueshme, ka fituar shumë zemra dhe besoj që ashtu si unë edhe ju e keni vënë re që kënga Zjerm është bërë virale, shumë e kanë kënduar, edhe ka qenë një nga gjërat më të bukura që të dëgjojmë të huaj duke kënduar këngën e Beatrices dhe të Lekës, pra këngën Zjerm në Shqip, që nga Amerika, në Australi, në Azi, në Europë, në Afrikë, kjo më ka bërë të ndihem shumë mirë si shqiptar. Janë disa gjëra të tjera në lidhje me këtë këngë në fakt që do doja t'i përmendja. Stili unik i Beatrices edhe i Lekës kanë zgjedhur një këngë që është tepër unike, nuk kanë ndjekur trendet e zakonshme, pra një këngë që është për konsumerizëm, por kanë shprehur atë botën e tyre të brendshme dhe stilin e tyre unik, si në veshje, si në tekst që është tepër i thellë, edhe më vjen keq për ata që ankohen që nuk marrin vesh asnjë fjalë, shumë kollaj ju mund ta gjeni tekstin e këngës edhe ta lexoni, kështu që mos u ankoni më që gjëja nuk e merrni vesh. Jo vetëm e merrni vesh, por është një këngë me një tekst shumë të thellë, pra nuk është një rau xhau, do thosha unë, edhe një gjë përtej, nuk është një balad çaramane që jemi mësuar ai më la, ti më le, e gjëra të tilla që u ka ikur koha, por është një tekst tepër i bukur. Gjithashtu, siç e përmenda, më pëlqen shumë stili unik, ajo ka shpjeguar pse ka zgjedhur stilin e të kërcyerit Vogue, ka shpjeguar dhe në intervista në televizionin shqiptar, por kjo ka tërhequr mjaft vëmendje. Ja dy meratje që kam duke parë prezantimin e tyre, provat e tyre dje, aq pak sa ka patur në internet, pjesë nga xhirimet e djeshme, është se skenografia më duk pak e dobët me ato kubat, edhe në festivalin shqiptar, duke qenë se ka një orkestër dhe orkestra mbush pjesën më të madhe të skenës, ka një harmoni pak më ndryshe dhe këngëtarët tanë nuk duken të zhveshur. Mbase ky është një problem që Shqipëria gjithmonë çalon në skenografi kur shkon në Eurosong, për shkak se në skenën tonë, duke qenë se orkestra është live, ka një dinamik krejt tjetër dhe kur shkon në Eurosong, skena është e madhe, por ato dalin si një pemë e zhveshur, do thosha, kështu që në këtë aspekt shpresoj shumë që kënga jonë nuk do të çaloj nga ana e skenografisë, pra nuk do të duket bosh, por që ndoshta kamera do të afrojnë më shumë, do të jenë planet më të afërt. Shpresoj që ekipi ynë të kërkoj këtë gjë dhe mos të jetë një plan nga larg që i tregon edhe Lekën edhe Beatricen gati si bosh aty në skenë. Ju uroj suksese, mezi po pres që ta shoh Shkodra elektronike në Eurosong, shqiptarët kudo që janë, mos harroni ta votoni, ta mbështesni këngën tonë, se me tamam kemi një material tepër të bukur. Edhe diçka që harrova, fjala miserere dhe krijoj një zemër të pastër tek unë, ndoshta nuk e dini që është marrë nga Psalmi 51:10, shkruar nga mbreti David në një moment pendese kur u konfrontua nga profeti Nathan për tratin e tij bashkëshortore, dhe me sa po lexoja në lidhje me këtë, edhe kuptimin, interpretimet e ndryshme, shkruhej që fjala krijo është marrë, është e njëjta si nga fjala Zoti krijoi në fillim, pra kur ka krijuar njeriu, që do thotë në mënyrë të përsosur, pra është një thirrje e zemrës për një
zemrën si një krijim të përsosur si nga fillimi, i cili nuk gabon edhe e jeton jetën në mënyrë të mençur edhe pa dështuar. Nuk e di çfarë mendoni ju për këngën, cilat janë mendimet tuaja dhe çfarë po prisni. Unë shpresoj shumë që jo vetëm do futemi në finale, por pse jo të fitojmë. Mbase do jetë ai 1 minuti që Beatrice ndërron edhe në këngën e saj. Zoti ju bekoft, mund të ndani mendimet tuaja më poshtë. Dëgjojmë në videon tjetër.